Shpresa të nderuar është nga adhurimet e mëdha që Allahu i don. Allah kërkon nga ne që të shpresojmë në Allah xhalla xhelaluhu. Dhe është motivues i rëndësishëm dhe elementar dhe bazik në vepra të mira. Ndaj besimtari, duke shpresuar në Allahun, përmes imanit, bën punë të mira. Çka nuk kupton shpresa në Allah xhalla xhelaluhu? Shpresa në Allah xhalla xhelaluhu të nderuar është të bësh punë të mira e të shpresosh në shpëlimin e Allah xhalla xhelaluhu. Jo shpresë e kot, nuk bën punë të mira, nuk kryen obligimet, nuk pendohet nga mëkatet, thotë na fal Allah. Allah është falës. E kjo është një lloj tallje me falet Allah xhalla xhelaluhu. Nëse hajde kthejnë të përditshme dhe kuptoj pra është tallje ose rëzet, kthejnë të përditshme. Kthej. Për shembull të ndërum. Nëse një student shkon në fakultet, edhe heq nuk mëson, nuk i kryen punimet, nuk i ato, në fund ka mundësi nuk bëhet heq provimi, me që është në japi nota kaluese. Kjo shpresa është reale? A është shpresa duhur? Me thonë, Allah, mirë, që pa shpresësh që kjo mendim mirë, apo? Kjo është e kot. Kjo është e pa imagjinueshme, kjo është komplet jashta logjikës së shëndosh dhe arsyes së pranuar. Jashta kësaj është komplet. Qysh s'ka pas provime? Qysh s'ka pas certifikim? Qysh? Ndaj edhe besimtari shpreson tek Allahu me vepra të mira. Dhe kjo shpresë pastaj bëhet një lëvizës i rëndësishëm i punëve të mira.